Dy shtetasve të Republikës së Serbisë u është shpallur aktgjykim nga Gjykata Themelore Penale Shkup mbi bazën e marrëveshjes së arritur nga Prokuroria Themelore Publike Shkup për kontrabandim të cigareve. Më 1 tetor përmes pikës kufitare Blac, 2 të dyshuarit hyjnë në vend duke shmangur kontrollin doganor dhe transportuan mallra akcize të paregjistruara, ku gjithsej 2300 steka me nga 10 kuti cigare me banderola të Kosovës, me një vlerë të përgjithshme prej 3.220.000 denarësh. Cigaret I transportuan me një automjet mallrash në pronësi të një personi juridik nga Serbia të fshehura në bunker të improvizuar në rimorkjo, duke shmangur kontrollin doganor. Cigaret u zbuluan nga zyrtar policor që vërejtën kamionin dhe kontrolluan në rrugën Kristian Todorovski Karposh në Shkup, ndërsa në të njëjtin automjet po ngarkoheshin cigare me banderola maqedonase. Të akuzuarve u është shqiptuar gjop prej nga 4.000 euro secilit, gjithashtu siç raportuan nga prokuroria, u është shqiptuar dhe masa e dëbimit nga vendi në kohë zgjatje prej 5 vjetësh. Ndërkaq janë konfiskuar të gjitha cigaret e kontrabanduara, kamioni me rimorkjo, 1.300 euro që I kishin me vete në momentin e kryerjes së veprës dhe 2 telefona celular.